paqes në një botë të zhurmshme. Jetojmë në epokën më të zhurmshme të historisë njerëzore. Një epokë ku jemi rrethuar nga mijëra miq virtual, por shpesh ndihemi të mërësisht vetëm. Vrapojmë çdo ditë pas një suksesi që zhvendoset sa po afrohemi, pas një page më të lartë, pas një komoditeti më të madh. Por sa më shumë që mbushim xhepat dhe sirtarët tanë, aq më shumë zbrazëtir ndjejmë brenda kraharorit. Është një etje e çuditshme shpirti, të cilën asgjë materiale nuk po e ngop dot. Në mes të këtij kaosi global, secili prej nesh, me vetëdije ose jo, po kërkon të njëjtën gjë, paqen e vërtet. Por ku fshihet ajo në një botë që nuk ndalet kurrë? Në momentin kur mendon se bota të ka kthyer shpinën dhe se pesha e jetës është bërë e papërballueshme, krijuesi i botëve të kujton se nuk je vetëm. Ai nuk të la jetim në të gjithësi. Për çdo zemër që lëndon në heshtje, për çdo mendje të trazuar nga dyshimet edhe frika për të ardhmen, ekziston një ftesë e hapur, një udhëzues që nuk të gjykon, por të shëron. O njerëz, ju erdhi këshilla nga Zoti juaj, shërim për atë që gjendet në gjokset tuaja. Udhëzim me mëshirë për besimtarët, Surja Yunus 57. Kurani famlart nuk është thjesht një tekst historik apo një përmbledhje rregullash të ngurta. Është një dialog i gjallë mes teje dhe atij që të krijoi. Është streha ku mund të ikësh kur çdo derë tjetër mbyllet. Kur ti lexon Kuranin me zemër, ti nuk po lexon thjesht fjalë, ti po lejon që drita hyjnore të hyjë në thyerjet e shpirtit tënd, sepse vetë Allahu ka dhënë një premtim që nuk thyet kurrë. Vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Surja Rad 28. Por paqja e brendshme që fitohet përmes adhurimit nuk mund të qëndrojë e mbyllur brenda katër mureve. Ajo duhet të shndërrohet në dritë për njerëzit që na rrethojnë. Besimi nuk është thjesht një teori, ai është vepër, është sjellje, është moral. Dhe askush në historinë njerëzore nuk e reflektoi këtë dritë më bukur dhe më plotësisht se sa profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Ai nuk erdhi për të sunduar me forcë, por për të pushtuar zemrat me mëshirë. Profeti ynë i dashur na la një rregull të artë që do të zgjidhte çdo krizë sociale po të zbatohej. Ai ka thënë: "Nuk beson plotësisht askush prej jush, derisa të dëshiron për vëllain e tij atë që dëshiron për veten e tij." Dhe në një tjetër thënie që dritëron në çdo zemër humane, ai na kujton: "Mëshironi ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell." Islami na mëson se rruga drejt Zotit nuk kërkon patjetër pasuri të mëdha apo sakrifica të pamundura. Ndonjëherë, çelësi i xhenetit fshihet te gjërat më të thjeshta. Te një fjalë mirë që ja thua nënës së lodhur, te një buzëqeshje e sinqertë që ja dhuron një të panjohuri, apo te largimi një pengese nga rruga. Ndoshta rruga jote deri më sot ka qenë mbushur me gabime. Ndoshta ndihesh aq i zhytur në gjunahe, saqë mendon se nuk ka më shpresë për ty. Por drita e Allahut nuk fiket kurrë për atë që vendos të kthehet. Mos e dëgjoj zërin e të shpërimit, krijuesi të thotë: "Thuaj, o robrit e mi, të cilët i keni bërë dëm vetvetes, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu me siguri i fal të gjitha gjunahet." Surja Zumer 53. Në këtë udhtim të shkurtër që quhet jetë, mos lejo që zhurma e përkohshme e kësaj bote të ndaj nga paqja e përhershme e shpirtit tënd. Fillo sot, ktheu te Kurani, ndiq hapat e profetit dhe ndis dritën e errësirën tënde, sepse në fund, sado që të largohemi, tek ai është kthimi ynë.